Lajmi i pamfletit një ditë më parë se një ministër është nën hetim ka shkaktuar tërmet në radhët e mazhorancës, teksa shumica menduan se me fitoren e 11 majit mazhoranca do të ishte e paprekshme, qëndrimet e ditëve të fundit kryeministri tregoi në fakt se të lashet me drejtësinë do të vijojnë. Pamfleti siguroi një deklaratë të SPAK-ut ku konfirmohej se një ministër është nën hetim. Në bazë të ligjit për të drejtën e informimit, SPAK publikon në faqen zyrtare çdo muaj të gjitha pyetjet që i drejtohen institucionet, bashkë me përgjigjet. Një pyetje së fundmi ishte: sa ministra janë aktualisht nën hetim? Dhe përgjigjja e SPAK është: rezulton se nën hetim është një ministër. Sipas burimeve, lajmi ka prishur rehatinë e shumë njerëzve në qeveri dhe pranë Edi Ramës, duke vënë në lëvizje persona për të mësuar më shumë detaje se për cilin ministër ka hapur hetime SPAK. Për të kamufluar njoftimin e fortë të SPAK-ut, në mediat pranë qeverisë nisi të qarkulloj teoria se nuk ka asnjë ministër nën hetim, por bëhet fjalë për Arben Ahmetajn, që në vitin 2022 Arben Ahmetaj nuk është më pjesë e qeverisë. Në korrik të vitit 2022 ai u largua nga posti i zëvendës kryeministrit dhe i ministrit të rindërtimit. Ndërkohë që pyetja dhe përgjigjja e SPAK-ut është shumë e qartë, bëhet fjalë për një ministër të qeverisë aktuale. Dhe dielli nuk mbulohet me shosh, Ahmetaj është ish ministër dhe SPAK nuk thot ish, por ministër. Pyetja që shtrohet është: kush rrezikon prangat? Rama, kur bëri ndryshimet e fundit në qeveri, u kujdes se ishte ministrat që i rrezikonte SPAK, si Frida Krifca, Olta Xhaçka e të tjerë, por duket se SPAK nuk i ndahet. Tek emrat aktual ka disa që i ka paditur opozita, ndërsa mund të ketë edhe hetime të hapura kryesisht. Duhet të presim dhe të shohim nëse SPAK do të guxojë të godas një ministër në detyrë, pasi deri më tani ka shkuar vetëm tek ish ministrat.